Banorët në të dy anë të rrugës së stacionit të pompave të ujit të pishëm në Dobraç kërkojnë që të nisë pavonesë asfaltimi kësaj rruge, pasi ka përfunduar shtrimi i tubacionit kryesor të ujit të pishëm sipas projektit për fuqizimin e ujësjellësit të Shkodrës. Gjysma e kësaj rruge ka qenë asfaltuar më parë, por është hapur për vendosjen e tubacioneve. Banorët i bëjnë thirrje autoriteteve që tashmë rruga duhet të asfaltohet plotësisht. Na kërkojnë me poshtë me asfaltu prap adin, e kjo na është s'ka mo, sa shumë. Lene gytë, pa me hyja nire në logje, edhe me i po grupat, atë veç me marrë shpor, i thyme këta makina. Me kënë qenë aty pagu shtetit, të në këta toksa, të në këta gjona, me ujnë, me drita, me tona, e me elonë këtë formë. Si dhe mos firma që ka ardhë, bo me e po, si e kom para porë stembe, për kryt fije me lek, më dosh me ble, i kamion zhavër, për me e qu me në rejs. Këtë toksin, duhet se s'banë mërë me e bo. Më ne mos e boshin edhe këtë atjerë ma mirë, me në zjerë krejt jashtë dojet. Për mirë është me e bo, sa ma parë, ku me e marë. Pak të mu bo para vitit 3. Para Krishtinë e vitit 3. Ishte kënë puna ma mrekullueshme. Bashkia do të me kënë se këna prit bëllë. Për tretuarit, me ne e banë tretuarin, me kalue. Me kënë se ka krye tubacionet atje, të kur bjenë shi, banë të balë si s'ka lëkush. Prej dhët, punimet që janë ato maqinerit e rana, është shumë e nevojshme për këtë zonë. E me vazhdu asfaltin dejt e pompat ati poshtë. Kjo rrugë shërben për qindra familje si dhe për stacionin e pompave të ujit të pishëm në Dobraç, një nga objektet më të rëndësishme të qytetit të Shkodrës. Nevoja për përshpejtimin e asfaltimit lidhet me faktin se aktualisht shërkudhimi i automjeteve shoqërohet më për hapje të pluhurit, ndërsa me fillimin e rreshjeve të shiut, situata pritet të përkeqësohet për shkak të gropave me ujë dhe baltës.